Dhe une nuk kam çfarë të foli vetëm se një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min salasin, kur njeriu vdes mshilen punët krejt, tre mbeten, Këto tre që mbeten është e para sadakatun xharia, një sadaka e cila është e produktive, vazhdon, qoftë ujë, qoftë shtëpi, qoftë xhami, qoftë fakultet, gjithë do qytete, ajo sevapin e ka pa ndërprerë. E dita është një ilëm që ka mbet ilëm, fjala ilëm është mësues që ka qenë mësues i vërtet, mësues i sakt. Ato mësimet që i ka dhënë për hir të Allahut. Ka pas sinqeritet, lidhshmëri me Allahun xhaleshanuhu dhe atë ka mbjellë të talebet dhe talebet kanë vepruar edhe ato me sinqeritet dhe ajo ka qenë sebeb që të mbese Islami në vendet tona. E treta është një fëmijë që ka lënë mbas është i halalit dhe prindet për herë i kujton me duaja, i kujton me sadaka, i kujton me përkujtimet që janë më të mira. Unë e them ky hadith sikur të ishte përdorur të popullata musliman, nuk do të kishte asnjë farë pengesë. Pse? Të parët pasuri që kanë pas, krejt dhe harxhoshin hajrat. Të ditët dituri që kanë pas, krejt dhe mësoshin popullatën. E treta, fëmijët dhe interesoshin të i bëjnë e më të mirë që të bëjnë dua për prindet. Dhe kjo duaja e prindeve është shumë e madhe, sa që dhe të vije koha dhe të thonë ato prindet, po që këte punëve kemi punona, këte e kini dhurat prej fëmijëve tu që kanë bu dua. Allahu xhaleshanu të gjithve në bashkoft, të gjithve në bashkoft në xhennetet që dhe tjena me pejgamberët në ziaret, me shokët, me qirë, me familjet. Allahu xhaleshanu të gjithve në boft të mbrojtur prej sherrit të fitneve që kanë dalë, se shumë fitne janë. Allahu xhaleshanuhu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.